Në një klim të tensionuar politike dhe nën kritikat vazhdueshme të opozitës, qeveria shqiptare ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor mbi progresin e procesit të integrimit evropian, duke paraqitur në mënyrë të detajuar hapat e ndërmarra për përmbushjen e kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Një nga çështjet kryesore që vijon të diskutohet në nivel evropian është ajo e IBAR-it për Shqipërinë, e cila gjatë muajit të fundit është shqyrtuar në grupin e punës të Këshillit të BE-s. Megjithatë, deri më tani nuk është arritur një dakordsi mes shteteve anëtare, çka e mban ende të hapur këtë fazë të rëndësishme të negociatave. Përmbushja e këtyre kushteve konsiderohet thelbësore, pasi krijon bazën për nisjen e procesit të mbylljes së kapitujve negociues. Sipas raportit, gjatë periudhës 2025 deri në shkurt 2026, institucionet shqiptare janë angazhuar në përmbushjen e 24 piketave të ndërmjetme, të lidhura kryesisht me kapitulli 23, që përfshin gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe kapitulli 24 që lidhet me drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Në këtë kuadër, qeveria thekson se është punuar në adresimin e 92 hendiqeve kritike të identifikuara në bashkëpunim me Komisionin Evropian. Këto BSLL-qe përfaqësojnë fusha konkrete ku kërkohet ndërhyrje institucionale për të arritur përafrimin me legjislacionin e BE-s dhe për të garantuar zbatimin efektiv në praktik, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, forcimit të shtetit të së drejtës dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Raporti evidenton gjithashtu disa tregues se qeveria i konsideron si arritje konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Gjatë kësaj periudhe janë hapur 6 hetime të reja dhe janë paraqitur 10 akt akuza. Paralelisht janë dhënë 6 vendime gjyqësore të formës së prerë dhe janë regjistruar 5 dënime përfundimtare, duke reflektuar vimësinë në trajtimin e këtyre çështjeve nga sistemi i drejtësisë. Ndërkohë, sa i përket krimit të organizuar, raporti thekson se gjatë vitit 2025 është ruajtur një nivel i qëndrueshëm i hetimeve dhe ndjekjeve penale. Janë regjistruar 24 hetime të reja dhe janë paraqitur 18 akt akuza, ndërsa në fazën gjyqësore janë siguruar 61 vendime të formës së prerë, çka sipas qeverisë tregon një avancim të qëndrueshëm në luftën kundër këtij fenomeni. Pavarësisht këtyre të dhënave, procesi i integrimit mbetet i ndikuar dhe nga dinamika politike brenda vendit dhe qëndrimet e shteteve anëtare të BE-s, duke e bërë domosdoshëm vijimin e reformave dhe forcimin e bashkëpunimit institucional për të përmbushur standardet evropiane.